25 shtatori shënoi ditën e parë të daljes zyrtare në terren pas konstituimit nga prefekti i Qarkut Vlorës për kryetarin e ri të Bashkisë së Vlorës, inxhinierin Elisa Lili. Koincidencë apo ironi e fatit? Fakti që kryebashkiaku Halili u shfaq para mediave në një aksion të gjerë pastrimi në ditën ndërkombëtare të deteve dhe lumenjve, me një mesazh të qartë për të mbrojtur natyrën dhe zhvilluar turizmin. Pasi mbajtja pastër e qytetit do të jetë ndër prioritetet kryesore të punës së Halilit. Haberi i mirë që dita e parë e punës për kryetarin e ri të bashkisë nisi nga një prej çështjeve më kryesore, siç është pastrimi, fokusi i cili është vendosur edhe nga vetë kryeministri Edi Rama në shumë dalje pune apo edhe në vizitat që ka zhvilluar në qytetin e Vlorës. Në aksionin e kësaj të enjteje të 25 shtatorit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit, kryetari i Bashkisë së Vlorës Elisa Lili ishte i shoqëruar nga këshilltarja e tij, si dhe nga drejtori i ndërmarrjes së pastrimit, ku jo vetëm ndoqi aksionin, por edhe u përfshi edhe vetë personalisht, duke e pastruar mbeturinat për gjatë këtij territori. Por duket se facebookistëve nuk po u pëlqen që në krye të Bashkisë së Vlorës është vendosur një njeri i punës dhe njohës i terrenit, që u konstitua 24 orë më parë nga prefekti i Qarkut të Vlorës. Ka disa ditë që në Vlorë po punohet, qyteti është i pastër, rrugët lahen 2 herë në ditë, ndërsa ndërmarrjet e gjelbërimit dhe shërbimeve realizojnë shërbime të ndryshme në drejtim të mirëmbajtjes dhe pastrimit të bimësisë. Por fakti se në Vlorë po punohet nuk po u pëlqen facebookistëve, të cilët vijojnë të shkruajnë hartime e të tryllojnë situata me qëllim të vetëm të zerojnë çfarë është duke u bërë mirë në qytet. Edhe pse një kryetar i komanduar, Elisa Lili ka nisur me dëshirë për të punuar për qytetin e tij të Vlorës, pasi u ankuan për 2 ish kryetarët e mëparshëm të Bashkisë së Vlorës që erdhën nga Tirana, edhe pse ishin vlonjat, Dritan Lelin dhe Ermal Dredhen. Facebookist anonim ka nisur të merren tashmë edhe me të tretin e radhës, Elisa Lilin, një djalë i rritur e i shkolluar në Vlorë, e që nuk e ka lënë asnjëherë qytetin e tij. Por kryetari i ri i Bashkisë së Vlorës duhet të shkojë punën e tij e të punojë 2 herë më shumë nga sa ka punuar kur ishte drejtuesi i kompanisë private. Pastrimi i qytetit të Vlorës, infrastruktura rrugore, çerdhet, kopshtet dhe shkollat, stimulimi i jetës sociale dhe kulturore, janë shërbime për të cilat kryetarin e bashkisë e ngarkon ligji. Këto janë punët ku Halili duhet të përqendrohet, të shtojë forcat për të cilat qytetarët dhe qyteti ka nevojë, ndërkohë që të mos ndikohet as pak nga facebookistët, pasi ata ato punë kanë e nëpërmjet profileve anonime sulmojnë njerëzit e punës. Kjo e enjte 25 shtatorit shënoi edhe daljen zyrtare në terren të kryetarit të ri të Bashkisë së Vlorës Elisa Lili. Auguri mirë ishte nisja me aksionin e pastrimit, pasi Vlora ka nevojë që ky shërbim të jetë në 12 muajt e vitit në standarde të larta. Por kur në qytet bëhet një punë e mirë që vlen edhe për facebookistët, këta të fundit zgjohen nga gjumi dhe sulmojnë, duke u përpjekur të zhbëjnë çdo punë të mirë dhe pozitive. Por administrata e bashkisë dhe kryebashkiaku i ri nuk duhet të vendosen fare në presion ndaj njerëzve anonim e profileve falso që nuk përfaqësojnë asgjë, por mbi të gjitha janë të pabesueshme. Përveç se shpërndajnë thashëtheme, intriga dhe gjëra të pavërteta, facebookistët nuk kanë asnjë impakt në komunitet. Ky i fundit ka sy, vesh e mendje për të gjykuar dhe për të bërë dallimet mes njerëzve të punës dhe ndryshimeve në cilësinë e shërbimeve dhe statuseve dashakeqase. Kryetari i ri i Bashkisë së Vlorës le të vijojë me ritmin e punës që ka nisur, duke u qëndruar në kokë punëve publike që janë duke u zhvilluar në qytetin e Vlorës për të garantuar cilësinë e tyre, pasi asnjë më shumë se sa ai që është i fushës dhe inxhinier me profesion nuk mund ta bëjë më mirë. Elisa Lili, si një djalë vlore dhe i mirë informuar, patjetër që do të vijojë të ndjekë edhe nisjen e projekteve të tjera që do të zhvillohen nga qeveria, por edhe nga vetë Bashkia e Vlorës në drejtim të infrastrukturës rrugore apo edhe kanalizimeve. Facebookistët e duan Vlorën të papastër dhe të shkatruar, e kur bëhet një punë e mirë, u errën syt. Kjo gjë duhet të jetë edhe një motivim më shumë për kryetarin e ri të bashkisë për të qëndruar në kokë ashtu si kundër po bën në këto ditë të para, pastrimit të qytetit, gjelbërimit dhe ndriçimit, kushteve në çerdhe, kopshte dhe shkolla, si dhe të ndikojnë në çuarjen përpara të jetës kulturore dhe artistike. Këto dëshiron dhe kërkon qyteti dhe qytetari nga qytetari i parë i Vlorës Elisa Lili. Janë këto shërbime për të cilat vlerësohet puna e kryebashkiakut, ndërsa sa për facebookistët, ata të lehin të mbeten sy errur dhe mendje ngushtë, pasi çdo gjë të bësh mirë në këtë qytet, për ta gjithmonë do të jetë asgjë,
pasi këtë e ka treguar historia e djeshme, e sotme dhe ajo e të ardhmes. Ata mbeten njerëz të mbyllur në errësirën e shpirtligësisë dhe dashakejsisë për të penguar çdo njeri që punon e çdo punë të mirë në këtë qytet. Vlora dhe kryetari i ri i bashkisë nuk kanë kohë për të humbur. Çdo ditë duhet të jetë punë intensive me dashuri ndaj qytetit të cilin e presin transformime të mëdha. Facebookistët le të mbeten në terrin e tyre drejt labirinteve të reja, prej të cilave nuk kanë për të dalë ndonjëherë.